Mirë, debatet e djeshme, nëse mund të veçosh disa nga gjërat më pikante, akuza, kundër akuza, çfarë ndodhi gjatë seancës së djeshme në Parlamentin e Serbisë? Po, dje është bërë konstituimi i qeverisë së re të Republikës së Serbisë me nominimin e kryeministit të ri tani më dhe përbërjen e re qeveritare. Diku nga 30 ministra të nominuar për qeverinë e re, 10 prej tyre ishin ministra që kanë qenë edhe në mandatin e kaluar, vetëm se kanë ndruar pozicion. Kryeministri në deklaratën e tij publike ka shprehur qëndrimin e tij si kryeministër dhe shtetit që ai përfaqëson se do të jetë një qeveri pro-evropiane, një qeveri që do të respektojë të drejtat e njeriut, me efekt veçantë të drejtat e komuniteteve, të drejtat e gruas dhe të tjera. Ndërsa sa i përket biografisë dhe dhënave të ministrave që përfaqësojnë kabinetin e ri qeveritar, ajo çfarë është diskutuar më shumti se tani më në përbërjen e re nuk e kemi zëvendës kryeministrin e kaluar Aleksandar Vulin, i cili njihet si personi që ishte pro-Rusisë dhe presidentit Vladimir Putin. Vetë presidenti Aleksandar Vučić në një deklaratë publike, por edhe Aleksandar Vulin kanë potencuar se kërkesa e shteteve të Bashkimit Evropian ishte që Aleksandar Vulin të mos jetë pjesë e strukturës së re qeveritare. Aleksandar Vulin thotë ne respektojmë qëndrimet e partnerëve të Bashkimit Evropian, përkundër asaj se kanë apo jo të drejtë dhe ai vetë ka konfirmuar se nuk do të jetë pjesë e qeverisë. Por ne e dimë se presidenti Aleksandar Vučić din të luajë këto lojra politike, duke u mbajtur në pozicionin e tij dhe duke trumbetuar se ne po respektojmë kërkesat e partnerëve tanë strategjik të Bashkimit Evropian dhe ja që Aleksandar Vulin nuk është pjesë e strukturës së re. Ajo çfarë vlen të theksojmë se në përbërjen e re qeveritare, tani më kemi edhe një shqiptar të nominuar për ministër për Pakica, siç është Demo Berisha, një kosovar i cili jeton dhe vepron në qytetin e Novi Sadit. Edhe kjo nuk është bërë pa shkak sipas presidentit Aleksandar Vučić, sepse para faktorit ndërkombëtar ai trumbeton se ja që shqiptarët i kemi integruar në institucione qendrore dhe tani më ministër për Pakica pikërisht është një shqiptar. Përkundër asaj se personi në fjalë nuk ka besimin në legitimitetin e shqiptarëve që jetojnë në komunat shqiptare në Preshevë, Bujanoz dhe Medveq. Reagime ka patur fillimisht në punimet e parlamentit nga partitë opozitare me që ishin prezente në sallë dhe vërejtjet e tyre janë sepse është një kryeministër, një emër i ri, i cili nuk vjen nga sfera politike, por nga shëndetësia, por ne e dimë se ai nuk i ka duart e lira për të vepruar më tutje. Normalisht është i nominuar nga vetë presidenti Vučić dhe gjitha mekanizmat dhe direktivat do të merren nga vetë presidenti Aleksandar Vučić. Ardita, ka pasur akuza për ministrin e arsimit në mos gaboj ngacmime seksuale, madje po lexoja se nuk është ndier mirë, çfarë ka ndodhur me të? Po, edhe nga tabori opozitar ata deklaruan se nominimi tani më i ministrit të ri se i përket sferës arsimit akuzohet për ngacmim seksual sipas opozitës, edhe pse ne tani më nuk kemi diçka zyrtare se përket kësaj dhe gjatë vijshmërisë së mbledhjes së parlamentit, ministri bëri disa reagime dhe sigurimi ka nxjerrë nga salla me që ai kishte probleme shëndetësore. Normalisht që ishte një shqetësim me që duke bërë betimin e tij si ministër, ai akuzohet për ngacmim seksual, ndërsa e tërë Serbia syeveshjan se çfarë do të jenë kompromiset fillimisht qeverisë së re, strukturës së re qeveritare me studentët, duke ditur se veç kemi mbi 5 muaj që ata kërkojnë për rrugët e qyteteve të Serbisë të drejtën e tyre dhe janë kundër qeverisjes së presidentit Aleksandar Vučić. Nuk kemi një konfirmim zyrtar, ndonjë informacion zyrtar se përket gjendjes shëndetësore të ministrit të arsimit, nuk kemi asnjë komunikat të re, por vetëm se dimë se ai kishte një problem shëndetësor se i përket vijshmërisë së mbledhjes së parlamentit.